A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavat e selamat pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me dersën e 19 të serisë formimi i drejtë i muslimanit. E javën e kaluar e patëm domethënë shpresat tek mëshira e Allahut, sot e kemi frika nga Allahu. Pra nuk ka mundësi besimtari me plotësu njënën pjesë të medaljes e tjetra me mbet thatë, nga se kanu yed'unana ragaban wa rahaba. Allahu ka thënë në Kur'an, kur i ka cilësu pejgamberët edhe burrat e mëdhaj, ka thënë ata ju kanë lutur Allahut azza wa jall me shpresë edhe me frikë. Me shpresë e me frikë. Besimtari, ulemat kur e kanë përshkruar jetën e besimtarit, ibadetet e besimtarit, rrugtimin e besimtarit, kanë thënë jeta e tij përngjan sikurse një zogu, koka e të cilit është sinqeriteti. Koka e tij është sinqeriteti, el-ikhlas. Do të më koni sinqert për izat Zotit. Nëse si bën ibadetet për hir të Allahut azza xhall nuk të vlen. Dhe krahët e këtij zogu, njëri është shpresa dhe tjetra është frika. Shpresa në mëshirën e Allahut dhe në anën tjetër frika nga Zoti i lartësuar. Prandaj është e keq kuptuar pjesa e parë nëse thjesht ne rrim duke mendu vetëm duke shpresuar te Allahu pa ibadete. Por edhe në anën tjetër, ne edhe pse i bëjmë ibadetet prap kemi frikë nga Allahu. Për arsye se ibadetet tona nuk i dim se sa kush jo qet vulën apo sa janë të sinqerta. I vetmi që i din ibadetet tona se janë për hir të Allahut, çfarë peshe kanë të Allahu është Zoti. Prandaj na rrim me frikë edhe atëherë kur i bëjmë ibadetet. Edhe prej sunnetit pejgamberit alayhi salatu wassalam, në ibadet është që në fund të ibadeteve gjithmonë me pas frikë, mos me turrit mendja, po me najt i friksuar se apo pranohen apo jo. Prandaj sahabët kanë bërë dua kur është kryer Ramazani me mujt të tërë. O Allah pranon Ramazanin, o Allah pranon Ramazanin. Janë kanë friksuar kur është kryer namazi pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar me thonë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pastaj me thonë Allahumma anta salamu wa minka. Pse? Thot ato mangësitë të cilat kanë qenë në namaz me i plotësuar me këtë kërkim falje të Allahu. Pashtu Allahu xhaleshanu surën e fundit që ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë idha ja nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kur ti shën njerëzit bash kur u kompletu Islami, kur pejgamberi alayhi salatu wassalam arriti përfundimin e misionit, çka në fund, prap ki frikë Allahun. Kërko falje të Zotit, kërko falje për mangësit gjatë rrugtimit, fasabbih, falëndroje, madhroj Allahun, me fjalën subhanallah. Por edhe çka wastaghfir, edhe kërko falje të ai. Pse rri me frikë, besimtari asesi nuk është e lejuar që besimtari me humb vet llogaritjen. Ne kemi përmend të vet llogaritja, duhet me jetu me frikë nga e para të sinqeriteti, gjithmonë me pas gajle sinqeritetin. E dyta, apo ti pranon Allahu ibadetet ajo. E treta, a je duke i bërë ibadetet sipas kërkesave të Zotit, sepse ibadetet kanë rregulla, jo që ç'don ti. Të dashur vëllezër, për dallim na fjalën frikë na po e përkthejmë frikë, kështu shqip, edhe pse në gjuhën arabe ka dy terme, ndoshta ka edhe më shumë sepse gjuha arabe ka shumë fjalë, por ajo që na intereson neve me kuptu mesazhin është fjala khauf edhe fjala khashya. Kanë dallim gjuhën arabe. Allahu xhaleshanu kur i ka përmend jo besimtarët, ka përmend se ata kanë frikë me fjalën khauf. Khauf do të thonë frikë e cila buron apo vjen si pasojë kur ti tutesh dikujt nga dënimi i tij, edhe nuk është që e don. Nuk e don ti, po vetëm ke frikë se për shembull mbretin zullumçar, udhëhecin zullumçar, një smuje, ti se don as smujen, po tutesh prej saj. Kjo është khauf. Kur i ka përmend Allahu xhaleshanhu dietarët, ka thënë inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Mas shumë të që i friksohen Allahut prej kretë robërve, prej kretë kategorive janë dietarët. Nuk e ka përdorur fjalën e njëjtë, frikë, si që ka për të tjerët, po për dietarët ka thonë fjala yakhsha, fjala khashia është frikë, por që nuk buron vetëm nga tuta prej dikujt,
se po të më shon kam gjik. Jo, buron kjo frikë nga dashuria për ta, nga imani për ta, nga njohja për ta, nga nënshtrimi karshi ti. Ti e don atë më shumë se çdo kan tjetër. Ti e nja ato mas mirë ti se çdo kush tjetër. Ti je përmallu për ta. Ti shpreson të ai. Ti ki frikë jo nga dënimi thjesht i ti, po përtej kësaj përtej dënimit ti je në gjendje çdo sen me dhon për ta. Ti je në gjendje çdo sen me u largu prej gjërave për ata. Kjo është khashje. Kjo buron në zemrën e besimtarit nga dashnia për Allah. Prandaj, na për me mrit që të kategori të frikës, me u tut Allahut Azza wa Jall nga madhështia të cilën ai ka, po edhe nga frika prej xhehenamit ti, po edhe nga frika. Por jo vetëm thjesht një tut e cila me thonë vete, me thonë, vetë s'kam çka me ba, se po tutëm shkoj në xhehenem se kur s'isha fal. Me thonë, unë e dua Allahun Gjelleshanu qatë shumë, sa unë jem krenar që e më ka zgjedh mu mirati në sejdë, prandaj falem unë nga se e dua ta, por edhe në anën tjetër, ruhëm prej xhehenamit ti, sa më ka të rejkë vrejtjen me xhehenem. Largom unë prej harameve, se nuk du me shku në xhehenem, por unë e du shumë Zotin tem. Unë nuk hynë ato harame që mi ka ndalu Zoti. Prandaj, është përtej thjesht një frikë e cila buron nga një, dhe më thonë, karshi dikuj cili të bën zullum, se Zoti nuk bën zullum. Allahu Gjelleshanu kër ka përmend besimtarët, në Kur'an ka përmend se ata kur e lexojnë Kur'anin, çajnë, binë sejdë, përlotën, kanë frikë Allahun Azza wa Jall. E imami i kretë atyre që kanë pas frikë Allahun Gjelleshanu është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i madh i njerëzimit. Saqë ai kur ka hyrë namaz, kur ka lexu ajetet e xhehenamit, ka qa. Kur është përmend Zoti Gjelleshanu, ka qa. Mirë po tham, kjo frikë prej Allahut Azza wa Jall nuk vjen rastësisht, nuk vjen ashtu kot me thonë se dikush, mashallah, kjo vjen nga imani. Kjo vjen nga njohja e Zotit. Kjo vjen nga njohja e botës tjetër, nga njohja, nga përjetimi i secillit ibadet në vete. Kur vjen iftari, gëzohet besimtari. E kemi hadith kutsi, 2 gëzime ka besimtari, një iftar dhe një kur të takoj Allahun. Në anën tjetër, nga se e don shumë këtë ibadet çan qysh po ndahet prej ti. Çan nga frika, aja ka dhënë hakun atij. Pra nuk guxon besimtari mos me pas një sust, një termostat, termometr, thuj që ka dush në trupin e ti, në imanin e ti, i cili ka në frikë respektin dhe Allahut. Frikë respektin dhe Allahut. Ulemat kanë thonë, qysh mundesh me ditë ti veten se sa i friksohesh Allahut Azza wa Jall. Kanë përmend disa gjana, unë po i përmendi 2. Kanë thonë, kur ti je në vetmi, edhe nuk të kërkush, Allahun Azza wa Jall a bën më të pa rëndësishmin që është të pa. Më të pa rëndësishmin. A në momentin që dikush është afër teje, fillon me ndru lojën tënde, aktrimin tënd. Prandaj është një fjalë e urtë islame, la taj'alillaha ahwana an-nadhirina ilayk. Mos e bën Zotin më të pa rëndësishmin që të sheh. Jo, Zoti është më i rëndësishmi, ki frikë Allahun. Kjo është e para. E dyta, kur ti ki mundësi me e bo një mëkat, kur ti e ki në dorë mundësin, kur kërkush nuk mundet me të nalë, kur kërkush nuk mundet me të pa, kur askush nuk mundet ty me të avu një pik në personalitetin tanë, i ki mundësijat me e bo mëkatin, edhe qka? Nalesh për qka? Nga se ki frikë Allahun. Nëse i mërin qëto dyjat, atër me kuptu se ki nivel të nalt të frikës e cila buron nga imani. Andaj të dashur vëllezër, e përmendëm pejgamberin alayhi salatu wassalam, Ebu Bekri radhiyallahu anhu, kur ka dal imam, Aisha radhiyallahu anha ka insistu që baba i saj mos me dal imam, me dal Omeri,
Sa ka lexu Kur'an në safat e fundit atje, safat e fundit është një të qarët e Ebu Bekrit. Sa është përmend në ndonjë ajet që ka friksim, Ebu Bekri ka qa në namaz. Bile përmendet në transmetime se Ebu Bekri ka pas 2 vija këto në lëkur nga të qarit e shumt për Allahun xhaleshanuhu. Qarit e shumt. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur ka lexuar Kur'an, kur ka fal namaz, përveç që e kanë një edhe Ebu Bekrin gjithashtu, në Mekë që e kanë një të lexuar Kur'an me zanin e bukur mushrikët, e kanë një edhe të qarat apo të dënesurat e tij, çka që ka dënes. Të qa. Përmendet nga Ebu Hanifa rahmetullahi alayhi se kur ka dash me hin namaz, ka. Qoftë na file, qoftë farz, normal ndoshta, jo çdo herë. Pse? Ka pas gajle kuj për i del për para, Allahu të zohëgjel. E kanë përmendu ata ditën kur kanë bidal Zotit për me para vetës. Prandaj, pastaj Imam Maliku s'ka pas namaz që përmendet që nuk ka qa. Imam Shafiu njerë kur është lexu një ajet i Kuranit, ka qenë në dersin e mësuesit vetë Sufjan ibn Uyeynes. Edhe nga madhështia e ajeteve të Kuranit i ka ratë fikt. Kanë thonë disa shok, mase u kry namazi, o mësus, më duket vdiq Muhammed ibn Idrisi, Imam Shafiu, nga qarat e mdhaja, namaz. Ka thonë, mësusi, inshallah jo, se vallahi thot, nuk njihet dunjaja, djalosh apo nxans, burr më të mirë në këtë zaman se sa ai. Imam Ahmedin ka shku ushtri në shtrat, ka qenë hallig nga kushtet e liga, kushtet e rana, pashtu nga dajake dhe zullume që e ka bo khalifja në të kohë, që në gjujt bidatxhit zullumqart, të akuzu se peshtraman fen, të dash me shti me thonë se Kurani nuk është fjallë Allahut, është i krijuar. Kur kanë shku mjeku me vizitu e ka pa se urinon gjak. Ka thonë vëllai, kjo vjen si pasoj e të qarave të shumta. Familje kanë thonë, ky sa herë përmend Allahun xhaleshanu sa lexon ajetet e xhehenamit, çan. Thuhet se nxënësat e Sufjan e Thauriut radhiyallahu rahmetullahi alayh, Sufjan e Thauri një prej kolegëve pa quaj kështu të Imam Malikut, mësuesave të Buhariut. Nxënësat e kanë pas rregull e kanë pas ndalumen mes vete, ka qenë rregull. Zguxon në ders me përmend xhehenamin, ose me fol për xhehenamin në dersin e tij, mu kap muhabeti llafi për xhehenam. Në shtëpi ai çka bën, çka lexon mesele tjetër. Pse? Ja ka nis me ka në ders, edhe ka dalë pi xhamis, nuk ka mujt me vazhdu dersin, dhe me javë apo me ditë kanë shkuar kanë vizitu njerëzit, s'ka mujt me ardh nga të qarat e mëdhaja. Një prej ulemave kur e përmend frikën nga Allahu xhaleshanuhu, me utut Zotit, ka thonë se cili për neve Allahu xhaleshanuhu do t'i del në ditën e Kiametit para, do të ketë takim me Zotin. Edhe Allahu xhaleshanuhu disave ja u mbyll perden mos mi pa kërkush veçaj me Zotin. Disa i lënë në publik, stakfirullah, me i bohor. Ja u nxerr zezat në shesh. Një prej pyetjeve kur t'i dalish Allahu xhaleshanuhu para, kur t'i nxerr kret mëkatet, ata që s'kan frikë Allahun këtë botë, është pyetja e Zotit që e bën robit, lime faalte hadha ya abdi. Pse ke bë këto, robi jam? Ulemat kanë thonë, gjithë secili që dën me bëni mëkate dhe s'ka frikë Allahun, le ta paramendoj veten në pozitë sikur t'ja shpaloste baba i vet, nona vet, gjunahet në telefon mi thonë djalem, pse e ke bërë çta? A do t'i vinte marrë prej prindit? Çfarë përgjigje do t'i jepte prindit?
po çfarë përgjigje kam i dhënë Allahut? Nuk ka mundësi të besimtari me u bashku dy frika, edhe nuk ka mundësi të besimtari është një transmetim me u bashku dy gëzime, dy frika. Ata që kanë frikë Allahun këtë botë, nuk ka mundësi që Allahu me ilan mu friksu edhe në botën tjetër. Nuk ka pse. Ata e krynë këtë dunja. E krynë këtë dunja. Ata të cilët nuk friksohen këtë dunja dhe shkojnë të u gëzu edhe lëshojnë salamadije, rafshe, haqë se s'ka gajle, ata në botën tjetër do t'jenë të friksuar. Pashtu pejgamberi a.s. ka thonë hadithin e sakt, dy sy Allahu Gjeleshanu nuk i djeg në xhenem. Dy lloj syve. Njëri i cili çan nga frika prej Allahit, kur është në vetmi. Edhe i dytja i cili rojen xhihad në rrugë të Zotit. Kur tjerët janë të fjetë, je kanë lënë amanet jetën e vet çati. Ai është zgjut, nuk e zagjumi, është vigjilant i kujdesshëm. Po ashtu, ju e dini se pejgamberët Allahut Azza wa Jall, ku e përmendëm në fillim që tham, kur ki mundësi me e bë mëkatin dhe ki frikë Allahun Azza wa Jall, mundesh me e bë. Kur gjë nuk të pengon, kush nuk të sheh. E kam përmend ulemaja rastin e Jusufit alayhis salam, kur i mbyll dera apo dyert i mbyll, wa gallaqatil abwab, i mbylli. Fjala gallaqa është jo aglaqa, po gallaqa do të thonë e stërzmadhume si ngjarje me grum, 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 me dyr, me çelsa, brum, brum, me dryna. Wa qalet hayta lak. Edhe tha, ja, jam përgadit, të kom prit, me kohë jam të planifiku këtë gjë, jam në dispozicionin tanë 100%. Që tha, inni khafullah. Unë kam tutë Allahun. Unë kam tutë Allahun. Subhanallah. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 7 personat kategoritë e njerëzve që kanë mëkon në hina arshit Allahut, hina Allahut është një person që e thret një famën. Dhatu mansibin wa jamal, me pozit, me amën, me autoritet, mbretënesh, princesh, ku e di çka. Wa jamal dhe e bukur. Do më me pozit, ulemat kanë thonë që nuk i tutët ajo kërkuj. Ajo vetë vendos, tutët për kërkuj. Sunjaluna sa i kërkush. Wa jamal, po edhe në anën tjetër, tërhecë e bukur. Edhe që ka thotë? As nuk thotë që s'po muja, s'po du, as s'kam mundësi, as jam i fuqeshëm, as s'kam epshas, kreta i ka. Një njeri normal, i natyrshëm. Por mbi gjitha ka një diçka tjetër që buron nga imani. Inni akhafullah. Ky ka frikë Allahun. Ky ka tut Zotin. Frika ndaj Allahut Azza wa Jall i mund të gjitha këto epshet. Nuk buron, kjo frikë buron nga dashnia që ka për Zotin, që ruhet nga xhenami, e do xhenetin, e di se për te që ti epshit të çastit, është diçka më e madhe te Allahu Azza wa Jall që nuk i shkon hoç. Jusufi a.s. kur po i prejnë durt, gratë me pozita të bukura etj, edhe po insistojnë të gjitha mas ti, kur e shohin dhe e humbin shpresën i mytin, s'ka i myt. Atëherë thojnë aman, mas i menevës po vjen me të gjitha, shko me filanën. E hupin kontrollën, dhe i resa, edhe duart i prejnë. E dina jetë kuranor ka për këta. Edhe jo kaq, nuk e marrin vesh që i kanë prej dur, dehen nga bukuria ti. Çka thot? Rabbi sijn wa habbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wallah, o Zoti jam. Sepse ajo e kërcënoi e zoja, nëse nuk ban që të thamë unë kam e shtin burg. Tha vallahi burgi është më i dashur për mua se sa në ato që më ftojnë ta. Nga çka buraj kjo? Nga imani, nga frika për Allahut Azza wa Jall. Nga Afrika. E tash, a ka mu sprovu njeri jo. E rëndësishme është, me ne mrena binarve, me pas frika Allahun Azza wa Jall, du të me këshyrë me kontrolu njeri jo vetën, në dy situata vërtetot, në vetmi, edhe e dyta në lakmi, nëse rrumllakësojmë frikën ndaj Zotit,
në dy situata. Pra nëse i lexojmë të gjitha ajetet, hadithet, rastet, ndodhit, e përmbledhim se frika karshi Allahut azza wa jall në dy situata. Në vetmi edhe në lakmi. Ajo që e ngrit besimtarin për te niveleve, nuk ki me arrit mu kon i suksesshëm, nuk ki me arrit me pas pozitë të Zoti, absolut, nuk ka me të marrë fjala. Do më thonë mesën e njerëzve, nuk ki me pas në qiell pozitë të melaqet, ju e dini që Allah azza wa jall i thot Xhibrili duje filanin se unë po e du. Pastaj kanë me dashur banorët e qiellit. Ka me zbritë dhe bereqeti kanë me dashur njerëzit, edhe pse nuk e thojnë me fjalë. Kur të shohin kanë me dashur. Kanë me pas qef, me pas punë me ty. Një prej këtyre është që në vetmi besimtari nuk i thën ligjet e Allahut. Prandaj ato në për Instagrama, në për TikToka, në për e ke pa kur dalish aty te që është ajo, çka dalin ty, çka dalin që ato çka i kqyr ti më shumë. Çka i kqyr më shumë, kush kqyr kongi dalin kongët. Kush kqyr çish prodhohet ushqimi, për shembull çish bëhet, çish zihet ushqimi, i dalin ushqimet aty, më shumë. Dikush është marak makina, i dalin makinat. Sepse është sistemi tash mosita shpjegoj deri më mirë se unë. Njëri me çka e tash në çdo situata ty kanë me të arsit punët që asisoj që ti mvaret se ka anan. Edhe kur je në vetmi, çka shikon. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë disa njerëz kanë ju shkatru se vapët në botën tjetër. Pse ja Rasulullah? As kanë bën se vapa ata, as kanë bën kurva, jo, kanë bën krejt mirat. Thot kur kanë nejt në vetmi, idha khalu bi maharimillah intahakuha. Kur janë kanë vetmi, kanë hyrë haramat e Allahut. Kanë ra prej pozitës Zotit, s'kan pas frikë Zotin vetmi, thashën vetmi. Dhe kemi thonë, ti vlen të Allahut qaq sa je besimtar në vetmi. Qaq sa ki frikë Allahun vetmi. Ti mos më shit para njerëzve, që të pjesën, nëse në vetmi, s'ki frikë Zotin, s'ki frikë Allahun, nuk ki tut që të shë Zoti, që të shkruan me laçe, që ki me dalë para Allahut, që Allahu është ai që të shë ty 24 orë. Kreto tjera që i bën pastaj në pranitë e njerëzve, kreto janë falsë, munafiklëk. A thon me gojën plot po, që shto thojnë argumentet. Nuk vlen te Zoti azza wa jall sa shitesh në publik i devotshëm. Nëse kur je në publik je në vetmi, nuk e ki frikë Zotin. Pra frika ndaj Allahut. Dhe një prej sebepeve që ka mundësi besimtari me bë haramin në vetmi dhe e ngrit nivelin, kanë thonë muruatul kerim ose ajo burnia, ajo edukata e fisnikut e një besimtarit i cili e ka mundësi me pa një haram, thotë astaghfirullah, pa Zotë jam bashkë në mund. E ka mundësin. Që kjo është prej kategorisë më të lartë që ulemaja kanë thonë për ta që kjo është thiqah, besnik. Hadithet i kanë marrë prej ti. I kanë marrë hadithet. Nëse kanë zbulu se ky në vetmi i thënë perdët mes ti dhe haramit, i thënë, i qel, i kput, i hek, se kanë marrë hadithin. E para e dyta thash, në vetmi, edhe e dyta në lakmi. Këtë janë nisë me thonë, s'ka gajle që kja. S'ka gajle që kja. E se për pak nuk prish punë. Jo ti dush mi thonë, prandaj përmendet nga sahabët se kanë qenë, janë ndalë, stop. Te kufit e Allahit. Stop. Nuk kanë toleru. Kjo shumë e lehtë. Shikoni në për jetës sociale, sidomos ata të cilët janë për punë me kolegë dhe kolege, bisedat e lira, cili prej neve është në gjendje të marrë me elan telefonin e tij, prandaj na vin neve pyetja hoxha, a ban me kontrollu burri telefonin e gruaja të burrit? Pse s'ban me kontrollu? Na themi që me pas kujdes, për arsye se duhet me pas mirë kuptim, duhet me pas besim të njëri tjetrit. Po në anën tjetër, mirë, pse gruaja mos më leju burri për çaf me marr telefonin e gruas? Që po don me këshyr
YouTube-ën, vetën e ka pa batari. Mi thonë grej, mos e prek telefonin tëm. Pse, çka ka? Çka u bë? Çka u bë? Nëse rumi edhe kemi frikë për njëri tjetrit, atër mos ndoshta ka diçka. Besimtari është ai që telefonin është në gjendje, mora kush do e le ta këshyre. Absolut se kam gajle. E tash kur vjen dita e kiametit, që to libra që i shkruan këto, e djata dhe majta, a jenë gjendje që a ke pas frikë sa duhet Allah që çdo kush me ta lexu ty librën tane, me ta lexu, me ta pa filmin tan kur dalesh në ditë kiametit, ti e ke rolin kryesor edhe ti autori i asaj libra, atij filmi. Tash prandaj njerëzit që nuk e kanë frikë Allahun xhelleshanuhu hynë në përlakmi. Hynë në përlakmi. Kush e ka frikë Zotin, nalet te kufit e Allahut. Edhe nëse ndodh me gabu, sepse ne jemi njerëz, çka bën? Nuk e le gabimin e parë me emri gabimi i dytë, e me emri gabimi i tretë, kthehet sa më shpejt Allahu. La malja'a wala manja minka illa ilejk. Është dhikr, hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk ka kthem as shpëtim nga ti veç duke u kthyer te ti. S'mujna me ikpi teje. Edhe kur e bëjmë mëkatin, a petro kas nderën tonë o Zot. Unë suniki prej teje, që unë s'kam Zot tjetër. Unë e kam shpresën te ti. Edhe atëherë kur të mëkatoj, edhe atëherë kur në moment kom hyrë nga flet në përgjumje. Por gjithsesi, një prej pikave që besimtari duhet me pas të fortë, është me pas frikë respekt Allahun, po them frikë respekt. E cila ty të ndalë prej harameve, e cila ty ta bën siklet të madh një diçka që ndoshta predikon shumë e vogël. Prandaj sahabët, mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, kanë thonë, ju po i bëni do mëkate që në kohën tonë, kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë ndodhur çast mëdha sikur me na ra malet mbi kokë. Jemi tut pe tyne. Ju e keni bërë rafsh. Ju s'pi u dukën asgjë. Para mendo, sahabët pi u thojnë tabiinëve. E nasad, subhanallah. Keni frikë Allahun besimtarë. Kur çonin sabah, keni frikë Allahun me qumë falës namazin e sabahit. Prandaj ulemat kanë diskutuar për njerin i cili e bën saatin më qunë ora 7 me shku në punë, nuk e bën në ora 5 me falë sabahin. Kanë diskutuar edhe te imani i tij, nuk du të hyta se s'është tema jone ajo. Ase ka frikë Zotin ky njeri i cili më shumë tutet prej shefit për rrezikun, se sa prej atij që e ka kriju, e ka në dorën e vet, i jep rreziku i tij është në qiell, me i kushtu ibadet. Ki frikë Zotin. Nëse të shoqëron që kja ittaqullaha haythu ma kunt, ki frikë Allahun kudo që t'jesh. Në çdo rrethon që je, ti ki me ecë mbi fytyrë tokës si më kon me laçe. A pse je njeri? E dim se na nuk mund të mrin nivele të tilla. Andaj një prej sebepeve që do të përfundojmë këtë, që shton frikën nga Allahu xhaleshan, frikë respektin, është leximi i Kuranit. Meditimi i Kuranit. Të mësuarit sa më shumë për Zotin dhe fuqinë e tij. Kemi thonë edhe të mbështetja në Allahun azza xhala dhe shpresa, dersën e kalum, shpresat e Zotit. Duhet me mësu për Allahun, me ditë kush është Zoti, ti më dash me shpresu shumë me të Zotit. Ti më kon, po thamune, ngojt lonit, ti më pas shpresë të Allahu xhaleshano. Po ti më kon në rahat llokun më të madh botës, ti prap me pas frikë Allahun. E kundërta. Me lidh, pra mësoni kush është Zoti juaj, kush është Allahu. E kur e mrin këta, e mrin kur të mrin atë nivelin kur e pyet Xhibrili alayhis salam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hadithin e saktë. Thot, çka është ihsani? Bamirësia kanë përkthy por perfeksionizmi, me bë perfekt gjanat. Çka është? Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam, ta adhurosh Allahun sikur po e sheh, sepse pra ti ke atë bindjen që edhe pse ti nuk e sheh, ai është tut pa ty. Ai me dijen, me fuqinë, me madhështinë, me shikimin, me dëgjimin, etj të ti, është me ty. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Musa alayhis salam dhe Harunit i ka thënë, unë jam me juve. Dëgjoj edhe shoh çdo sen. Me të kap kjo frikë që Zoti është me ty. Edhe kur e ke këtë frikë,
të largohet çdo frikë tjetër, si tutesh kërkuj ma, as vdekjes, as armikut, as atij as ti, se ti e ke mbush atë pjesën në zemër të frikës me frikën ndaj atij që e meriton frikën. Edhe mos tutesh për rrezikut, tutesh për kërkuj se ki frikën e Allahut. Për vdekjes tutesh për askuj se ki frikën e Zotit. Gjama një personi cili ka frikë Allahun qysh e lyp Islami, edhe që ka frikë dikon tjetër. Prandaj sahabët kanë qenë ata cilët për 20 e sa vite i kanë shkatruar dy perandori më të mëdha të asaj kohe, të cilat njëra me tjetrën kur kanë bën betejë mbi 1000 e sa vjet, mos them 2000 vjet, 1000 e sa vjet, kam harruar 1200-300 vjet, kanë luftuar njëra me tjetrën me mija beteja se ne kanë shkatruar përfundimisht. Sahabët, njerëz, domethënë të lanë anash në atë kohë për këtyre dy perandorive, kanë arritë që me shku me Khalid ibn Walidin, i cili ka thonë për që ata njerëz, që ata nuk i kanë vlerësu, po ju vim me burra, të cilët e dojnë dekin ma shumë se që ju e doni jetën. Edhe i kanë shkatru me 4-5 apo sa 6-7 beteja të dy perandorit prej që tyne muslimanëve 25-6 vjetë që kanë pas shtetin e vetë. Dy perandorit që ata në mes vete me 1000 vite kanë luftu, me 1000 beteja kanë ba, këta për 22-3 vjetë me 7 beteja apo 5-6 beteja. Pse? Sepse është frika e cila buran nga imani. Nuk tutëm kur ka me dek. Absolut. Nuk tutëm prej qkafit ka me vdek. Absolut. Unë vetëm tutëm prej ati cili më ka kriju që mos me më pa në venet haramit. Unë tutëm prej ati cili më ka kriju me ju tutën e riskut prej njerëzve. E kupton? Ti kur e ki këtë frikë cila buran nga imani, kjo është madhështore. Prandaj të dashur vëllezër, nëse dojmë më formu që është duhet si besimtar, kjo është dersi 19 me radhë, ki frikë Allahun që është i takon atij. Frikë e cila buron nga imani, dija, dashuria, respekti për ta. Wallahi l'adhim, ki më kanë trimi më i madh në botë. Allah na bëft të tillë ya Rabb. Allah na bëft për atyre që i frikson vetëm Allahut as kujt tjetër jo. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.